Përshëndetje së bashku, ka pasur disa kohë që unë kam dashur të bëj një video për sa i përket reagimeve që ka ndodhur mbas monologut numër 10 anti-shqiptarizëm, pasi ka pasur çuditërisë disa individ që kanë pasur disa argumenta që për fatin e keq mua nuk mi ka marrë njëri seriozisht që të vim për të diskutojmë, pasi kam fyetur 3-4 persona të ndryshme të gjithë thonë plako këto nuk ja vlen fare për të lexuar. Por unë dua që një nga ata persona që ka shkruar në direct message në Instagram tek Buçi Podcast ja trajtoj, sepse ndryshe nga ata të tjerët ka folur në një mënyrë shumë të thjesht pa ofenduar ose pa lënë kështu nuanca të këqija personale, domethënë pavarësisht se ndihet një kontaminim turkofil i rëndësishëm, por gjithsesi unë do mundohem të jem sa më i drejtë dhe të përdor sa më pak epitete, pavarësisht se do jetë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Profili quhet That One Guy 79-17, normalisht 0 post, 0 followers, vetëm 15 follow. Pjesa nuk duket e gjithësi për në screenshot, po unë do e lexoj gjithsesi. Se si e shkruar e gjitha e plot. Që kemi? Jam i qunë që kam ndjekur kanalin tënd në YouTube dhe në përgjithësi më ka pëlqyer thot. Por dje pash videon numër 10 anti-shqiptarizëm dhe me keqari të them se ajo ishte një video e mbushur me pseudo fakte dhe keq interpretime për sa i përket rolit që Turqia ka pasur në Shqipëri. Më vjen keq sepse është eksaktësisht qëndrimi i shumicës së shqiptarëve si ty, të cilët nuk përpiqen të thellohen në fakte dhe të kuptojnë si duhet historinë, por i bien aq kollaj në nacionalizëm. Më poshtë përshkruaj pikat kryesore ku ti dhe shumica e shqiptarëve janë gabim. Disa prej këtyre mund të mos i kesh përmendur në videon, por jam i sigurt se i mendon në atë mënyrë. Ti vllai ose nuk je shqiptar vetë, si në një turk ose ku dëgjon në një grek apo nuk e di që çfarë do të vë emrin, po në momentin kur thua që juve shqiptarët i mendoni kështu edhe shumica e shqiptarëve dhe ti bashkë me shqiptarët e tu i mendoni kështu, lë pak shije të keqe domethënë. Ose nga ata shqiptarët që flasin turqisht, ka edhe nga ata plot sa duash në mësuar në. Po gjithsesi. Kalojmë te erendi i ditës. Thot pushtimi osman i Shqipërisë ishte diçka totalisht e pashmangshme dhe rezistenca e Skënderbeut ishte diçka më shumë heroike se sa vërtet rezultative. Në 1444, kur ai bëri lidhjen e letërshët, osmanët nuk kishin marrë Konstantinopolin gjatë dekadave në vijim, luftuan në disa fronte në të gjitha anët dhe fituan bindshëm kudo. Tani nuk ka asnjë shqiptari e parafare që e kundërshton këtë pjesën. Rezultative ishte atë pjesë tek e gabim, se diçka që nuk është rezultative nuk mund të bëhet heroike, nuk të bën një rob hero kot nëse ti nuk ke rezultat. Rezultati ishte i tillë që për ato 25 vite heqje merr, domethënë, ishte në dominim total në territorin shqiptar, dhe që kjo lloj dominancë nuk ndodhi me asnjë nga të principatat e tjera apo mbretëritë e tjera, apo vërja emrin çfarë të duash ti, çfarë të dëshirosh ti në pjesën e Ballkanit. Edhe faktikisht që këta po luftonin në shumë fronte, domethënë normalisht plako ishin perandori. Këto gjëra të përsëritura kështu janë budalliqe, normalisht që fituan, është historia, është e bardhë me të zezë. Të gjithë e dimë që fituan, ndryshe si do e formonin perandorin. Ti thjesht po vë bazën, domethënë që të kuptosh që ata janë të mirë, ata janë fitues, domethënë që të bën ty të dukesh pak turkofil, po ne po vazhdojmë programin gjithsesi. Ata që ne quajmë tradhtarët e Skënderbeut, thotë në fakt ishin oportunistë të cilët kuptonin shumë mirë se përballë asaj perandorie nuk mund të fitojë. Sigurisht, me hindsight e bias kanë bërë gabim për ne sot, por në ato kohë ata ndoshta mendonin se lufta nuk ia vlente as pak dhe osmanët do të rimerrin territorit e Bizantit të dikurshëm lehtësisht. Tani zotëri i dashur, nëse vërtet nuk je turp, për shembull, do ta di që definicioni i fjalës tradhti është të tradhtosh lojalitetin ndaj vendit tënd ose ndaj mbretit tënd ose ndaj institucionit që është më i lartë varet sipas kohës për të cilën po flasim, për të ruajtur kokën tënde ose për përfitime ekonomike apo etj nga këto budalliqe të tilla, e kupton? Kështu që edhe një herë,
është shumë e thjeshtë, domethënë të flasësh shumë edhe mos e thosh asnjë gjë, siç është kjo pjesa e parë. Edhe pjesa domethënë që kanë bërë shumë gabim tani, unë nuk kuptoj ti çfarë do të thuash, se edhe thua që ata nuk kanë bërë ndonjë gjë gabim, pastaj po për tani për ne kanë bërë gabim, po atëre nuk kanë bërë gabim se atëre ata ashtu e mendonin. Po mirë, pra ato janë fakte, ashtu e mendonin, ashtu e bën. Tani ata që bën ashtu do të jetojnë me faktin. Secili ka të drejtën, edhe ata kanë pasur të drejtën të reagojnë në mënyrën si ta kenë dashur ata, si të kenë përfituar ata në moment. Këto nuk do të thënë që ne do t'i harrojmë, domethënë. Është si ky brez i ri që çalloj gjë që të bësh ti duhet të më akceptosh mua edhe duhet të më sillesh mirë sikur s'ka ndonjë asnjë gjë. Po s'është kjo jeta reale. Ata kanë marrë atë vendim që kanë marrë, për atë periudhë që kanë marrë, na kanë dëmtuar ne si komb, shumë fare na kanë dëmtuar, edhe sot ata që quhen tradhtar, kjo është pra, aksioni sjell reaksion. Edhe këta duhet të përballen me pasojat. Edhe pasojat më të vogla nga të gjitha, se ne si as i greku as i serbi që i vrau i theri, çai kishte dokumentuar për shkakun. Ne i kemi aty. E vetmja pasojë që mund të kenë ata thjesht do etiketojnë që në atë kohë nuk kanë bërë gjën e duhur. E kupton? Nuk ka është boshe kjo pika e dytë. Pra, nëse arrin ta kuptosh, është boshe, nuk po thua ndonjë gjë. Pika e tretë. Ndryshe nga çfarë besohet, shqiptarët nuk kanë qenë të bashkuar në Skënderbeu. Gjergj Eljaniti kishte luftuar kundër turqëve dhe nuk e mbështeti kur Skënderbeun, sepse e dinte fuqinë që kishte përballë. Gjithashtu dhe suporti nga Italia ishte i pakët, kjo vinte mbi të gjitha pasi turqit e kishin vasalizuar Shqipërinë që në vitet 1300, pra kontrolli ishte i marrë me kohë. Kjo thjesht është mungesë diturie, domethënë në shumicën në thelbin e fundit, domethënë, po fakti që Gjergj Eljaniti e suportoi Skënderbeun ishte vetmja pikëkyçe që Skënderbeu duhet merrte. Pa mbështetjen e Gjergj Eljaniti, Skënderbeu nuk kishte asnjë shansi për të mbjetuar në Shqipëri. Kështu që ideja jote, domethënë që Gjergj Eljaniti nuk ka mbështetur Skënderbeu është jo e faktuar, domethënë sepse thjesht nga që ai ka qenë princi më i pasur dhe më i rëndësishëm i Shqipërisë, pa okejin e Gjergj Eljanit nuk ndodhi asnjë gjë. Edhe ajo pjesa e filmit nuk është në filmin në mënyrë figurative, por në të vërtetë Skënderbeu i është dashur dhe e ka marrë motin atë, se ka qenë deri poshtë, deri në Epir. Skënderbeu ka qenë mbreti i Epirit. Kështu që unë nuk kuptoj domethënë që ti ku i ke marrë informacione dhe pjesën që nga 1300 ai ishte vasalizuar Shqipëria, ku nuk është as pak e saktë. Për shembull, unë të sugjeroj edhe të gjithë tjerëve që dëgjojnë, sugjeroj të lexosh librin e Skënderbeut të Pullum Xhufit. Edhe i ke të gjitha me footnotes, domethënë se ku i ka marrë, se çfarë janë, se për çfarë po bëhet fjalë, në cilat dokumenta që nuk i ka shpikur vetaj nga mendja e tij, apo ku dëgjon çfarë mund të shkojë ty në mendje, i ke të gjitha ku është dokumentuar. Dhe princit shqiptar kanë qenë ndër të vetmit princët në Ballkan që kanë luajtur me shumë porta atëre, edhe kanë qenë nga të vetmit princët që pa ardhur mirë otomanët të kohën e Bizantit, kishin despot të territoreve të tyre, mblidhin vetë taksat edhe kishin e kontrollonin vetë për perandorin bizantin, jo direkt nga Bizanti. Edhe njëherë, kjo është shumë e thjesht Skënderbeu nga Pullum Xhufi. Të lutem lexoje se do të bëj mirë. Është libër i vogël. Edhe unë që s'lexoj, e lexova për 2-3 javë. Një njerëz që lexon në mënyrë normale mund ta mbaroj për 3-4 ditë atë. Kështu që jepi vllai. Pjesa e 4, tani fillojmë me romanet. Shqiptarët kanë qenë nga etnicitetet e trajtuara më mirë në atë perandori, me trupat jeniçere kishin shumë influencë. Mbi të gjitha vetëm numri i vezirëve të lartë me origjinë shqiptare është një fakt i pakundërshtueshëm. Pretendimi se turqit kanë ndaluar gjuhën shqipe është totalisht absurd. Për 400 vjet administrata osmane në Shqipëri përbëhej vetëm nga shqiptar, sepse popullsia nuk pranonte turqishten. I vetmi moment ndryshimi vjen me xhunturshit, të cilët tentuan dëshpërimisht të turqizonin dhe të centralizonin perandorinë, e cila po humbiste shpejt influencën dhe fuqinë e dikurshme. Sigurisht që nga moslejimi i shkollave shqipe prej tyre ishte gabim, por kjo nuk mund të hedhej poshtë 400 vjetët dhe më parshme. Tani me të gjithë personat që kam debatuar unë, domethënë personalisht të vinë ta bëjmë këtë reagim të këtij shkrimi bashkë, domethënë të gjithë personat kur kanë parë këtë pjesën e 4, domethënë që ti ke shkruar, thanë që plako me këtë nuk merren se ky është turp, domethënë ky është thjesht turp të merresh me këtë se po japin vëmendje kot. Problematika unë nuk e di çfarë jeti, e kupton?
por duhet të jesh, më fal, por duhet të jesh jashtëzakonisht shumë ignorant ose thjesht nuk di të lexosh, domethënë nuk di të lexosh shkronjat që janë e bardhë mbi të zezë, që të thuash që shqiptarët ka qenë nga etnicitetet e trajtuara më mirë, sepse kjo është fiks 100%, 180 gradë komplet e ndryshme, është komplet e kundërta. Është fakt i pa anashkalueshëm që shqiptarët janë popullsia e trajtuar më keq në të gjithë perandorinë osmane, për të faktin se ne ishim shumë pak, për të faktin se ne nuk na u lejua asnjëherë, jo se budallik këtu që ka ndaluar gjuhën shqipe, asnjëherë nuk është lejuar gjuha shqipe. Nga feja islame e otomanëve, që ishte në ndikimin e tyre, në ato kohë gjuha shqipe ka qenë i mallkuar, ka qenë të njëjtin doktrin programi që kanë ndjekur dhe Kisha Ortodokse greke. Në këto dy fe, ose në këto dy deg fesh, janë të vetmet fe, domethënë ku gjuha shqiptare është e mallkuar në letër e shkruar. E kupton? Edhe kjo aty të jep një hindsight për të gjitha, sepse në kohën kur slavët këndonin Biblën në gjuhën e tyre dhe kishin shkollat e tyre si ashtu edhe grekët, shqiptarët nuk i lejohej asnjëra as tjetra, ose ata që ishin në jug me marrëveshjen për protektoratin përdorin gjuhën greke për shkollat edhe ose në veri slaven, dhe të tjerët që ishin shoqëri pa lek, pa asnjë gjë, u konvertuan në islam se nuk paguajnë as taksa dhe nuk kishin asnjë lloj mënyre tjetër për të ecur përpara në jetë, përveç se ti përuleshin zaptuesit të përkohshëm. Është saktë, çdo zaptues të bën këto, por kjo nuk do të thotë që nuk ka ndodhur. Edhe kjo nuk është mirë, valla. Unë nuk e di ku qëndron problemi jot, nuk e di se çka ke lexuar ose çka gjende kush të paguan. Se kjo është kompliment për mua, në fakt nuk ma mënyrë të ka në njeri që paguhet që futet kështu, po thjesht nuk e di domethënë me çfarë merri, sepse unë do thjesht do kisha shumë dëshirë të më jepë edhe ndonjë, më si i thon, sourcin, burimin e informacionit që ke marrë. Domethënë do isha jam shumë interesuar. Unë kur kam mësuar historinë, ato që kam lexuar vetë, kam lexuar të gjitha me libra që kam pasur gjysmën e faqes vetëm me burimet nga kanë ardhur informacioni. Po 400 vjet ne ishim lule thua ti, dhe pasaj ata të keqet që erdhën në fund ata e prishin është budallalli me brir, domethënë se nuk është e vërtetë, molla. Kupton? Unë nuk e kuptoj domethënë tani se e ke shkruar në fund që do argumenta dhe jo kështu, nuk e vëllë kush që duhet përdorësh argumenta dhe jo pseudonacionalizëm. Nuk ka thjesht nuk është mburje, thjesht popullimi i vuajtur i perandorisë osmane. Po është fakti, edhe kjo pasqyrohet deri në kohët e sotme që pse ne jemi kështu të katandisur si jemi sot. Sepse gjë më e madhe që i ka ndodhur në Shqipëri është pjesa e perandorisë osmane. Shumë nga problemet që ne kemi me fshqinjet sot janë për shkak të perandorisë osmane. Domethënë janë shkaku i parë, më shumë se 50% e fajit është ajo perandori jo funksionale që u mundua të denigronte çdo lloj kombësie që kishte brenda vetes. E kupton? Fakti që shumicat e vezirëve nuk janë në fakti si trajtoheshin mirë. O budalla, se më streson fare të kjo pjesa. Fakti që vezirët ishin në atë pozicion që ishin, sepse nuk bëheshin vojvod edhe princëra, siç bëheshin serbët, hungaresët edhe vlehrit. Po këta nuk lejoheshin fare, ta merreshin edhe çoheshin në içkët cemës të luftonin, edhe beheshin vezir të vendeve arabe që s'kishe lidhje fare. Që ishin princë të krishterë, ortodoks apo katolik, edhe iknin merreshin me vende të tjera të larta që nuk kishin asnjë lloj parafrie. Henceforth, Muhammed Ali që i dha pavarësinë e Egjiptit, apo ta tjerët që ndihmuan në Rumani, apo ta që i dhan pavarësinë Grekut e më the të thashë, kupton tash? Kjo nuk është ndonjë sekret i madh, apo nuk është se ne kemi ndonjë lloj dije më shumë edhe s'po ta tregojmë ty. Ti thjesht duhet t'i lësh këto doktrinat me njanë, domethënë të mësosh, futur në kanale që janë anglisht, futur në kanale ku dëgjohen që çdo kanal përveç se serbe edhe turk, domethënë edhe e ke historinë 1-1. Që ata s'kan interes fare, mish ne që jemi nacionalistat e tjerë, që simi fare, se të ishim nacionalista ne do ishim ku do ishim, ne jemi edhe patriot, po ishim të hamun për atë punë. Pika e 5 e djalit. Përpara xëntueshve shqiptarët kanë bërë fare pak përpjekje për emancipim dhe rilindje kombëtare. Rilindja tek ne erdhi shumë vonë, gjë që tregon fare qartë që shqiptarët thjesht nuk aspironin pavarësi.
E kupton tani pse të shajnë shqiptarët e tjerë kur i thua këto gjëra. Ndoshta nuk donin të ishin në Osmanët, por armët nuk i morën kur kundër tyre pas Skënderbeut. Revoltat gjatë 500 viteve kanë qenë të vogla dhe me karakter regional dhe qëllim politik si ajo e mirëditorëve. Por nëse ti je në djenit të mirëditorëve, domethënë, unë nuk e kuptoj se si mund të thuash që jemi të popull që jemi trajtuar më mirë nga të gjithë duke e ditur shumë mirë se çka kanë hequr mirëditorët e shkret në gjithë ato viteve se donin të mbanin fenë e tyre, më se thash që është vetëm Maja Asbergut. Je shumë kontradiktor në pika që jep, domethënë që ke zgjedhur të pyesësh ose të më hedhësh mua për debat. Tani, fakti që klasa princerore shqiptare u shpërnda pas Skënderbeut shumë shpejt, në mënyrë shumë brutale, domethënë, për shkak se Skënderbeu ishte një dëmb kezez në historinë e turqëve otomanë, se ishin 25 vite për një vend që ata nuk e përfillnin fare, edhe i bëri aq buj sa i doli nami në të gjithë Europën që një princ i vogël, princi Barinjve, që i thoshin ata, që i mori njerëz nga mali, po mban një perandori të gjithë mbrapa. A kupton? Edhe me këtë vrerë që kishin ata, përveç gjitha atyre që kanë vrarë dhe kanë prerë në veri, për shembull, ka pasur fshatra që janë shkatëruar komplet, që mbas kanë kaluar otomanët nuk ka pasur më asnjëri, pasi i kanë marrë peng fëmijë edhe gra dhe i kanë vrarë gjithë burrat në moshë, në pjekuri. Unë nuk kuptoj se si një individ të ti mund të anashkaloj faktet e tilla, domethënë. Edhe janë bërë shumë emisione për to, por ide tani, e kupton? Se unë nuk ta jap satisfaksionin ty të dalë me lapse letër, sepse ti nuk ma ke dhënë mua satisfaksionin të dalësh me lapse letër të më thosh unë këtë informacione kam nga ky burim. Nëse ti bën të njëjtën gjë herë tjetër, edhe të ftoj në live ose në podcast, kjo është thjesht për kortezi, me që e ke kërkuar 3 herë. Është turp kjo, e kupton, nuk ka lidhje domethënë që edhe ata që ta shajnë ty mirë të bëjnë që të shajnë, po që e ke hako vllai. Nëse kalojmë te tjetra. Kjo është prapë roman, po unë po vazhdoj të lexoj që në mënyrë të pavarur, domethënë edhe pse nuk duket e gjitha aty. Krimet që osmanët kanë bërë në Shqipëri janë të pakrahasueshme me ato që kanë bërë në pjesë të tjera të Ballkanit. Ti je një katil në zemër, sepse nëse ti je i gatshëm të thuash që ata kanë bërë krime, edhe në qoftë se kjo që thua ti është saktë, fakti që kanë vrarë diku tjetër 1.5 fishin apo 2 fishin apo 3 fishin, nuk e bën më mirë, plak, kupton ça je duke thënë, ça po provon. Gjithsesi. Këtu ushtria osmane ishte për herë më e kujdesshme sepse ishte një territor i egër dhe ushtarët osman historikisht nuk kanë dashur të rinin në Shqipëri sepse ishte vend i varfër. Pretendimet që kanë disa sot se turqit këtu përdononin femra apo i grabisnin në shteti ka gabuar historikisht. Ti nëse nuk e beson këtë ti je jashtëzakonisht shumë ignorant sepse asnjë, domethënë në thelb, ti domethënë je i kalbur nga brenda plako. Çdo perandori, çdo pustues, edhe otomanët brenda, se ti duhet të jesh edhe fetar si duket se do të mbash të anën që jo nuk bënin ata në ato gjëra. Jo vetëm grare, por edhe burra, o bole, o idiot, se si mund të thuash këtë, domethënë ç'a mendon ti valla? Edhe që fakti që nuk rinin ata aty thotë, ti je budallau bën veti valla. Po të gjitha që janë martuar, që kanë pasur në një që kanë mbiemra turqe, arabe, të gjitha të tjera, ca i kanë druar, ca i kanë pasur në një që është martuar. Po mire, ta kush i solli? I solli Zoti i lartë me që ata nuk donin të rinin këtu, edhe me që nuk përdononin as gra as gjëra. Ama je budalla apo bën vetëm? Episode të tilla mund të kenë ndodhur vetëm gjatë rimarrjes së kryes kur dihet se janë bërë ekzekutime në masë. Pjesë e semës.
Përkundrazi, ishin turqit që i ftuan shqiptarët në Anadol dhe kudo tjetër. Në Turqi këta shqiptar bënin karrierë, merrin toka të mira dhe sigurisht si të bardhë që kishin më të lehtë të gjenin grua. Pra turqit kanë më shumë gjak shqiptari se sa ne gjak turku. Për të thënë të drejtën, ata kanë bërë disa tentativa në vitin 1500 për të sjellë turq folusit në Shqipëri, në afërsitë të Krujës dhe në Elbasan, por u turoshin shpejt pasi vendasit nuk i pranonin. Edhe mirë bëjnë që pranuan, mundësisht t'i vrasin ata që kanë ngelur tash. Shiko tash, paga t'i ulim çik ndjenjat. Si ke parafrazuar ti, se ku qëndron problemi jo, domethënë. Që pse personat si ti janë shumë të ligë, sepse mundohen të manipulojnë bashkëbiseduesin dhe ta provokojnë në nxjerrjen e emocioneve dhe agresivitetit. Përkundrazi, ishin turqit që i ftuan shqiptarët në Anadol dhe kudo tjetër. Kush karin të ftoj ty? Ti je idiot apo bën vet? Kush të ftoj ty? Asnjë njeri nuk të ka ftuar ty, asnjë të kanë marrë zvarr, të kanë marrë peng, të kanë çuar atje sepse pomponin qytetet e tyre më kryesore me të rinj që vinin nga vende të tjera, sepse gjithë e dim shumë mirë që në një vend ku ka diversitet të rinj normalisht gjëra të mira ndodhen gjithmonë. Nuk ka thënë njeri, përshëndetje familja Gjonaj, doni të vini të juve në Stamboll për qef. Domethënë, i keni gjithë të paguara dhe japim në shtëpi. Jo. A e kanë thënë, ti aty, do të vrasin burin, do të marrin dhe fëmijët. Bye! E kupton, ka që thjesht është. Po në qoftë se ti pastaj ke atë gjendën tënde, domethënë që do të provosh në një gjë që unë nuk e kuptoj dot, pastaj është tjetër gjë. Tani i bie pastaj se po flas me murin. Po të gjitha pikë mbas pike, edhe mënyra se si i ndërton fjalit, domethënë, është një nga arsyet pse asnjë njeri nuk do të flas me ty, sepse këto janë të gjitha pyetje që janë thjesht denigruese, këto janë pyetje ofenduese, domethënë, se të thuash që ata janë ftuar në vend që janë marrë peng, është ofenduese, sepse ti po neglizhon realitetin. E kupton? Njerëzit kanë vojtur, kanë dertur gjak për ty, për mua, pavarësisht se ti se meriton, të gjakun atyre që kanë ndedhur për të folur ti të gjuhë që flet sot, për gjithsesi. Edhe ti thua, jo, i kanë ftuar ata. Edhe i kanë dhënë. Turqit ja kanë dhënë shqiptarëve. Nuk kanë qenë shqiptarët që siç jemi dhe sot që dalim nëpër botë dhe i bëjmë çdo gjë vetëm. Nuk kanë qenë shqiptarët që kanë qenë vizione dhe që kanë punuar shumë të arritur majat. Ja kanë dhënë ata. Ti vllai thjesht ndonjëherë unë do të sugjeroj shikoj veten e pasqyrë domethënë dhe kaloj këto mënyrë vlla. Bëjnë sens to gjërat që them unë? Apo nuk bëjnë sens to? Se në qoftë ti thua që të gjithëve që ja ke treguar ti këto gjëra të kthehen të fyejnë të bëjnë, vllai, nuk je Jezusi ti. Vërtet është robi mban anën e tij derisa të provohet e kundërta, po kur 1 2 3 4 5 10 15 20 të thonë që je gabim, edhe në këtë rast pjesërisht si puna ime që po t'i them me fakte, edhe me libra ku mund të shikosh, ka ardhur koha ti vësh gishtin kokës plako. Ka një përqindje të madhe që ti jesh thjesht trap, e kupton? Edhe pika e 7 është në fakt pak më e gjatë se sa e mban screenshoti, kështu që po e vazhdoj vetë prapë në përgjithësi. Ideja që ajo perandori ishte e keqe që prej fillimit është e gabuar dhe një hindsight bias i tmerrshëm. E para fare për fillo përdor fjalë shqipe, përgjithësi nga shqiptarët, dhe që përsërisin pafund. Sigurisht ajo sillte shumë të reja për një popull të krishterë, ishte mish i huaj, por kjo nuk mund të zhbëj faktin që deri në vitin 1600 ishte një shtet i fuqishëm që u premtonte shqiptarëve pasuri të madhe në karrierë. Që është më keq, gjithsesi. Sillte kulturën lindore me lezetin e saj. Përveç kësaj, në ato kohë ishin të avancuar teknologjikisht dhe më një perspektivë të qartë për të pushtuar më shumë. Të asociosh atë perandori me islamin është një gaf, sepse ai shtet multietnik dhe multikulturor si është sikush tjetër në Europë, një nga arsyet kryesore që edhe u fundos aq keq. Aty pranoi diversiteti deri në vitin 1840. Edhe një herë,
I thjesht analfabet, domethënë nuk lexon se meqense jemi ne shqiptarët kaq ignorant. Po e marrë në anën tënde. Ne jemi ignorant, ne jemi nacionalista, ne ecim me spat përpara themi jo, ata janë të këqinj, ne jemi të mirët. Po mirë valla. Çfarë interesi ka Vjena, Napoli, Roma të dokumentojnë të njëjtat krime humanitare që kanë ndodhur? Mirë, ne jemi ignorant, po serbët, po kroatët, po bosnjakët, po rumunët, po bullgarët, po grekët. Në qoftë se pas ka qenë kaq e mirë dhe që pranon edhe diversitet, ato krime që ti pak më përpara the i ka kryer më shumë në vendet e tjera të Ballkanit se sa në Shqipëri, për çfarë i ka kryer? Je kontradiktor o zotëri, e kupton? Këto gjëra aty të dalin, domethënë të shpërndahen sheshit, që ti je thjesht duke ndjekur një doktrinë ose ke një mision që të mbushësh njerëz, sidomos njerëz që nuk dinë, që nuk kanë lexuar, që është rasti shumë i gabuar në anën time, se shqyr Zotit, jo se unë jam i mençur nga çdo të tjerët, por as pak nuk ka lidhje fare. Thjesht e kam pasion. Më ka tërhequr gjë zakonisht shumë i vogël, edhe shqyr Zotit që edhe i kam lexuar ato 2-3 libra nga Plum Xhufi kohët e fundit. Se ja u dashëm për një tip si puna jote që do me thënë, unë thjesht ndjej ngarkesën tash që më lefin që më sjell tu, sepse nuk janë argumenta ato vllajt e ti. Ti thua dua argumenta, unë nuk dua këto. Kjo janë ofendime, kjo është e pastër ofendim, domethënë, kjo e gjitha kjo gjë që shkruan ti. Pika e 8. Pikërisht nga kjo perspektive asaj perandorie mund të kuptohet fare qartë edhe një pjesë e konvertimit të shqiptarëve në islam. Që ti po thua, domethënë, edhe se si përgjigja që më përpara, nuk e ka thënë asnjëri asnjëherë. Çdo njeri që e thot atë është budalla, që Islami është e njëjta gjë me turqit, as pak. Përkundër, turqit kanë Islamin më të dobët edhe më idiot nga ana teologjike e fesë, po gjithsesi. Por ata e sollën. Kështu që normalisht çdo shqiptar ka të drejtë dhe çdo njeri në Ballkan ka të drejtë ta asociojë Islamin me turqit, sepse është fakt që ata e sollën. E kupton? Kështu që mos mundo ti më ndash, se po e shikon tash unë. Ja, këtu të dalin të nuancat aty që unë e kuptoj shumë thjesht që ti çfarë do të mbrosh, por gjithsesi. Kuptohet fare qartë ti që një pjesë e konvertimit të shqiptarëve në islam, e kupton që ishin të krishterë. Asnjë zero shqiptar janë konvertuar me dëshirë në islam. Janë konvertuar ose s'kan pasur bukë të hanë për një kohë buke, që shitën tash për vota Rama dhe Berisha. Janë konvertuar se nuk ishin mjaftueshëm para për të paguar taksa, janë konvertuar sepse nuk mund të mbanin poste në administrata në qoftë se nuk ishin musliman. Se ti e the shumë mirë që vezirët ishin shqiptarë dhe ishin shqiptarët që kontrollonin territorin. Asnjëri nga ata nuk ishte krishterë, nuk ka pasur asnjë lloj administrate të krishterë apo ortodokse apo çdo lloj feje tjetër fare, nuk i duaj. Që mos bëj konvertimin si kur ta thoni here is Islam, you want something is free. Nuk ndodhi ashtu plan. E kupton? Nuk ka ndodhur ashtu. Janë vrarë njerëz. Siç janë vrarë njerëz edhe kur ka ardhur krishterimi, more. Kur ishin njerëzit pagan, ka ardhur krishterimi gjithë tjera. Nuk po mban njëri anë ato. Po ndryshimi është që njerëzit kur kanë pranuar krishterimin është vrarë, pranon çdo kush, e kupton? Kurse kur robë thonë tash po edhe janë vrarë edhe kur kanë ardhur Islami apo fetë të tjera, islamofobia po kështu. Shut the fuck up. Kjo gjë në masë të madhe nuk u bë me dhunë, sa të përgjigja, por ishte oportunizmi i pasur shqiptarët të cilët ruan pasuri dhe karrierë të rrethuan jetën e tyre dhe lanë fenë krishterë si pak të tjerë. Fillimisht kjo ndodhi me pronarët e mëdhenj të tokave, të cilët nuk donin të humbisnin pronat më pas me qytetarinë që shikonte benefitin e konvertimit, sidomos pas shtimit të taksës së xhinazis për të krishterët në vitin 1700. Taksa ka qenë edhe më përpara, aty vetëm më shtuar. Edhe fakti që ti thua oportunizëm, kur ty që të mbarojmë atë pjesën e pikës 8, kur thua që nuk ishte me dhunë, po ishte oportunizëm, dhunë është ajo vllai. Sepse ti në qoftë se nuk ke të drejta të jesh i barabartë me një që është musliman, kur trajtohesh si klasë tjetër shoqërore që duhet paguash taks ose nuk merr dot poste edhe etj,
Nuk është oportunizm ajo, ti ose je idiot ose je thjesht turp, valla. Ti je turp që nuk e di gjuhën shqipe, se po ta kuptosh definicionin e kësaj që po thua ti, thjesht thelbi si fjalë nga ana gjuhësore, domethënë, e kupton që po thua ti të gjë që po them unë, domethënë, po the ti thjesht do ta pranosh, është oportunizëm. Kështu diku ke dëgjuar fjalën oportunizëm dhe e përdor sikur s'është e njëjta gjë që u detyruan. Taksa të detyron vllai, se nuk do Zotin robi, e do dhe Krishtin edhe Allahun, po e do për për aq kohë sa ka buk në bark, pastaj çfarë të vije tjetri, Islam 2.0, Krishtërim 4.0, nuk i plas trapi njeriu. Nuk është oportunizëm, o budalla, aty e detyron se ke shtyllur me këmbë dhe i thua, po të bësh shkruaj do t'i japun në shumë mundësinë, normalisht. Ai që s'ka do ta bëj. E të vit turp. Që varilisht. Pika e 9. Nuk e di valla, shqyr. 10 ka dhe 10 bë. Gjëja kryesore që nuk flitet në Shqipëri për sa i përket osmanëve është zgjerimi territorial që ata i dhanë shqiptarëve në Ballkan. Për mendimin tim, kjo është një nga pabesitë më të mëdha që ne si kom mund të bëjmë. Do doja shumë t'i besoja si ti apo shqiptarët e tjerë e din historinë e Kosovës, por logjika më thotë se jo. Ti nuk e logjik, plako ti nuk e as dituri. Por gjithsesi, e anashkalojmë atë pjesën. Sepse ky kapitull i historisë së kombit tonë është i fshirë qëllimisht nga historianët tanë, sepse është kontroverzë dhe ul tezën kombëtare, sigurisht osmanët nuk punonin me ne, por nga budalli që lexojnë aty poshtë, ja shikojeni vetë. Por ideja është o pler njeri, historianët shqiptarë që e kanë fshirë këtë, i shajmë të gjithë ju arrejmë nga shpirti, e nuk e kanë fshirë se i dëmtojnë tezën shqiptare, o gogol. Ata janë fshirë sepse ne kemi pasur marrëdhënie diplomatike të forta në kohën e Xhaçit me Jugosllavin, e tani kemi marrëdhënie të mira me Greqinë dhe asnjëra nga ato ne nuk na le të ngrejmë kokën edhe të shkruajmë historinë siç duam ne. Sepse të gjithë të tjerët ashtu e shkruajnë, futun nëpër kanale në YouTube o çfarë të them unë, që ke 100 e ca pa frikë fare që flasin për pjesën e Shqipërisë dhe çka ka qenë në të gjitha, edhe ato pjesët që janë fshirë, e kupton që nuk janë fshirë, që janë të gjitha dokumentuar, e kupton? Ato janë bërë për të na ulur ne, jo për të na ngritur ne, o turkofil. Tani në mënyrë paraprakë nuk kërkoj falje të gjithë kosovarëve që nuk kanë marruar akoma luftën me slavin, edhe po detyrohen të lexojnë gjëra të tilla që vijnë nga brenda nesh. Por kanë dhënë fjalën, duhet ta lexoj. Pika 10. 10A, më saktë. Thënë ndryshe Kosovën e kemi dhurat prej tyre. Ne Kosovën e kemi dhurat nga turqit, domethënë. Në radhë të parë, prej amerikanëve, në radhë të dytë. Kosova ka qenë me të vërtet djepi i Serbisë, qytetet serbe, manastire serbe dhe i gjithë shteti mesatar serb kanë qenë vendosur aty dhe në Maqedoninë perëndimore rreth Shkupit. Gabim faktualisht, po që nejse. Sigurisht, ne që mund të ngrejmë argumenta me Ilirët dhe të themi që edhe Sloveninë dhe Kroacinë dhe gjysmën e Ballkanit ta bëjmë tokë shqiptare, por në fakt tregojnë që në vitin 1500 me censusin osman pothuajse e gjithë popullsia e Kosovës del serbe, jo rastësisht serbët kapitulluan pas humbjes në fushë Kosovë. Shiko, në qoftë ti vërtet je kaq i ditur sa i thua sa je i ditur, domethënë i bie ti je idiot që nuk e ke lexuar mirë, se vërtet ajo ka qenë e vendosur Serbia atje, po ka qenë e vendosur me qëllim në Kosovë. Censusi i Istanbulit, që kanë ndalë popullsi slave, ka pasur një tëmet shumë të madhe, që i kanë marrë censusin nga kisha. Edhe te pika që thashëm përpara, unë nëse ke qenë i vëmendshëm, që unë nuk ma hamën të ke qenë sepse ti ke agent, ta thash që shqiptarët në veri, ortodoksët në veri, flisnin gjuhëslave në për kisha, dhe normalisht janë regjistruar si slav, dhe shqiptarët në Greqi që vinin në kisha greke janë regjistruar si grek. Mendaksi? Po ti nuk do ta kuptosh, sepse kjo gjë ty domethënë të del nga ajo fashoja jote, nga ajo fluska që ti ke ndërtuar, domethënë. Dhe normalisht nuk të pëlqen, domethënë, kur shumica ose të gjithë njerëzit e thonë që e ke gabim. Lindja e shtetit serb, që ta dish ti,
Principata serbe ka qenë territori etnik më i vogël i gjithë Ballkanit. Serbët e kanë dhurat, edhe prandaj jeti turkofil valla. E kupton? Prandaj je i keqti. Sepse serbët e kanë dhurat Kosovën nga turqit, nga martesat që kanë bërë principata, prandaj ishte principata me sukses me mbas turqëve. Sa ata ja kanë lëpirë bythën turku dhe i kanë marrë e morën Kosovën, e vendosën atje ku e vendosën, i kthyen edhe ato kishat që ishin i zaptuan në mënyrë të fortë edhe me protektoratin e Rusisë, që donte të bëjë Roma e tretë. Edhe delta qiti thoi ti, po jo, ata e kishin. Ne ishin para mesjetës që thojnë mesia. S'na vajti dhe vonë, se ne s'la paguan turku që është paguan ty, kemi punë për të bërë. Thënë ndryshe, Kosovën kemi dhurat prej tyre, këtë e lexuam ishte pika më sipër. 10A-B-ja tash. Deri para pushtimit Osman, shqiptarët ishin një popull fare i vogël në numër që jetonte kryesisht në Ulësirën Perëndimore. Gabim. Periudhë shumë shumë e madhe e shqiptarëve shumë përpara turqëve kanë emigruar në kohën e trazirave në Bizant, kanë emigruar në Greqi deri në More, prandaj edhe arvanitët më vonë janë përdorur nga popullsia greke si luftëtar mercenare dhe për mbrojtjen besin e tjetrit, por gjithsesi një ignorancë punonte nuk e ka lexuar asnjëra thjesht. Ishin të rrethuar nga serbët në tërë veriun e tyre. Jo, ishin të rrethuar nga Malaziz, Bosnjak edhe serb. Ishin të jotrin i quan gjithë serb. Ai që është i saktë gjeografikisht i quan ashtu siç ishin. Edhe vleher kudo, edhe grek, edhe bullgar. Po që serb do t'i serbe lëmre. Po që budallange gjithsesi. Iku prapa jo, gjithsesi. Po e lexoj unë vetë. Ishin të rrethuara rreth e qark e ham nga serbët, po në Tërveriun deri në vitin 1600 kur nisën revoltat e mëdha serbe dhe turqit në Akmarje bëjnë spastrim etnik në Kosovë. Domethënë turqit bën spastrim etnik në Kosovë, me sa duket hoqën serbët, domethënë na çuan ne. Alright. Duke shkullur me qindra mira serb. Menjëherë turqit i kërkojnë që territori i boshaticur të mbushet me popullsi muslimane në mënyrë që të kontrollohet me lehtësi, pasi serbët ishin armiqësi të përhershme me portën e lartë. Gabim. Serbia ka pasur marrëdhënie më të mira me portën e lartë. Kjo popullsi gjendet fare kollaj tek shqiptarët. Degë e fisëve të veriut pranuan të zhvendoseshin në Kosovë, duke marrë pronat e serbe gati falas për me kush të bëheshin musliman, prandaj Kosova tani kemi 90% të atë fe dhe shumë biemra fisnore të veriut. Kushtu morëm të gjithë atë kohë, se ndryshe nuk do e kishim kur serbët në veri dhe toka hungareze si Beogradi. Më vonë në 1830 tentuan të rimarrin Kosovën, për tashmë aty ishte shqiptarizuar gjithçka. Më vllai, unë një pyetje kam tash nga fundi i sallës, si nuk e shikon ndonjëherë veten për shembull në pasyrë edhe të kuptosh që pse nuk të duan njerëzit kur flet në këtë lloj mënyre, domethënë. Se kjo vetëm që jo vetëm që është ofenduese, e kupton se thoshti jo pse na preket egoja se kështu nuk shumë na kanë bërë brainwashing. Po kjo është gabim faktualisht. Ne na kanë bërë genocid kudo, domethënë i thoj jo, ai bëri genocid serbëve dhe ne plotësuam serbët. E kupton, është gabim, është thjesht gabim gjeologjik gjeografik. Pastaj vazhdo vllai duke thënë që besoj se këto argumenta janë të mjaftueshme për të bërë të rimendosh atë perspektivë që ke. Unë kam tërë jetën që lexoj histori dhe jam të objektiv dhe nuk njoh emocione në këtë fushë, që tregove që nuk jetë objektiv, edhe me qenë që ke gjithë jetën që i lexon, domethënë ti nuk e dhën në asnjë nga këto gjëra që ke thënë, asnjë nga gjërat që ti ke thënë, nuk e dhën asnjë burim të vetëm. Që unë si Bleon them Usa huda Allah pas kam qenë, pas kam gënjur që gjithë jetën. Po të shkoj të kjo gjë ata që ta lexoj. Budalliqe të tjera duhet mos jesh shqiptarë të tjerë, jo fondacione, jo budalliqe të tjera. Shikoj tani çfarë është ideja vllai. Është pa mundur me një njeri si ty se mos e shas, mos ta humbësh të ruan, e kupton, sepse fliqësira dhe dhemje si puna jote, domethënë shëshunja e shtypi njeriu në atë plagën që i dhe më shumë, në atë lloj dampi që na ka lënë Perandaria Otomane, që na ka vjedhur identitet, na ka vjedhur të ardhmen, na ka vjedhur gjuhën, na ka vjedhur territoret, sepse nëse ne do ishim trajtuar si gjithë të tjerët, ne nuk do kishim probleme me territoret siç kemi sot, janë
të shpërndarë në 7 pjesë, ku shumica e Shqipërisë është jashtë territorit të tashëm të Shqipërisë. Në qoftë se ti mendon se kjo nuk është gjëja më e keqe që më ndodhi një kombi, atëherë ti je thjesht një sklav i një doktrine që ti mbase as edhe vetë nuk e kupton, që është duke të shkatëruar dhe ty si individ dhe mendimin tënd të pavarur. Ti duhet të zgjohesh tani, edhe duhet të lexosh. Ka libra për Pullum Xhufi, sa ta qenë të vëlla, jo me tani të fillosh edhe me historia të tjera. Po them to baziket, Pullum Xhufi është karakter objektiv sa ai ti s'ke për të gjetë ndonjëherë, e kupton? Filloje me Skënderbeun, që ta kuptosh që pse ishim ne në Kosovë dhe nuk ishin slavët. Edhe do ta kuptosh shumë mirë pasaj. Fakti që ne nuk kemi pasur kish me gjuhë si katolike apo ortodokse nuk do të thotë që nuk e kemi ekzistuar, se ne nga dheu nuk dolëm. Fakti që Balçajt kanë qenë nga Tivari edhe deri në Split për disa vite, por që kanë qenë nga Tivari edhe deri në Artë është faktor, nuk po e sjell unë këtë, e këtë të dokumentuar në biblioteka si të Napolit, si të Romës. Janë e bardhë të zezëlla. E kupton, vetëm juve të zgjedhurit e Zotit, që po vini ti tregoni shqiptarëve rrugën e duhur që ne na pas kanë bërë brainwash të gjitha të tjerëve me bankat tuaja të Turqisë e Serbisë, thoni që ju të gjithë e keni gabim, ne e kemi saktë dhe nuk keni asgjë. Prandaj mendimi im personal është rob